Gropat në rrugën e Matkës si duke do të vazhdojnë edhe gjatë kohë të mos sanohen, kjo për fajt e institucioneve, të cilët nuk dëshirojnë të marrin përgjegjësinë që u takon për të sanuar defektet e kësaj rruge, shumë të frekuentuar edhe nga turistët. Në pyetjen e televizionit Shenja nëse janë kompetent dhe nëse do të marrin ndonjë mas për sanimin e gropave, nga qyteti i Shkupit thonë se përgjegjës për gjendjen e rrugës është vetë komuna e Sarajit. Në lidhje me pyetjen tuaj, ju njoftojmë se rruga që çon deri në Matkë është në kompetencë të komunës së Sarajit. Për këtë ju kërkojmë që të drejtoheni tek institucionet përgjegjëse. Por se ingerencat janë të përzjera dhe se komuna e Sarajit në disa segmente nuk është mbetësishme, e tha dje për televizionin Shenja kreu i Sarajit Ilyas Veseli. Veseli tha se është i njoftuar për problemet me rrugën në Matkë, por sipas tij, përzierja e ingerencave është një problematik që paraqet pengesë dhe ndalon veprimin e plotë të komunës së Sarajit në këtë drejtim. Ajo pjesë e rrugës jemi të njoftuar, për gropat e cilat janë në atë pjesë. Bëjmë përpjekje, vazhdimisht që ta rehabilitojmë apo ta rekonstruojmë atë rrugë. Mirë po siç e dini që komuna e Sarajit në disa segmente nuk është e mbetësishme. Është e mbarur prej disa institucioneve tjera. Mirë po ne si komunë mundohemi që së paku që ato gropa, ato pengesat e cilat janë ti rregullojmë. Në prononcimin e tij për televizionin Shenja, Veseli mbeti me shpresë që qeveria ta aprovojë projektet me të cilat komuna e Sarajit ka aplikuar në thirrjen e dytë, qeveria për komunat, me të vetmin qëllim që mjetet buxhetore të komunës të kanalizohen në rregullimin e problemeve tjera, siç është edhe problemi i Matkës. Kujtojmë veprimin e institucioneve në Matkë, e kufizon edhe fakti se kjo zonë është shpallur zonë mbrojtur dhe se fushveprimi është shumë i kufizuar.